Era Estrefi ka bërë me dije se ka qenë në Los Angeles duke bërë një photoshooting. Në këtë foto shohim edhe personazhe të tjerë dhe nuk e dim me siguri se për çfarë bëhet fjalë, por Era duket shumë e gëzuar. Gjithsesi, për sa kohë bëhet fjalë për LA, gjithçka mund të ndodhë. Bravo Era. Aurela Hoxha ka postuar këtë foto në të cilën duket shumë seksi, por u bëm konfuz. Këto që ka veshur janë rroba banjo apo të brendshme. Nuk kuptohet tamam edhe pse ngjajnë më tepër si të brendshme dhe vrasëmendjen si ka dalë Aurela në publik me recipeta. S'ka trup fare kjo vajzë. Castro Zizo është duke përgatitur një këngë të re. Këtë e kuptuam nga foto që ai publikoi dhe ndodhet në studion e DJ Vin Velit. Presim të shohim se çfarë do të nxjerrë në pa. Blero ka patur ditëlindjen dhe familja e tij i ka sjellë këtë tortë shumë të bukur. Duket qartë që artisti është shumë i lumtur dhe ne përfitojmë nga rasti për t'i uruar të bëhet edhe 100 vjeç.